Përshëndetje të dashur shikues të Telegrafit, mirë se po takohemi përsëri e kësaj rrate në një ambient shumë ndryshe se sa herave të kaluara. Duke mos i harruar asnjëherë të gjithë ata policë të cilët randet e tyre më pisnike në mbrojtjen e vendit, kemi ardhur sot këtu për të përcjellur nga afër gëzimin në syt e plot 448 kadetëve të gjeneratës së 60 të policisë së Kosovës, të cilët sapo diplomuan këto, e në vazhdim do t'i ndjekim emocionet e tyre. Apo më tregoni për tani një dalë këtu? Jam dalë për djalin e qikës tem, Elien Rustemin. Sot kalon të rru fakti që sot ajo është polici Kosovës. Kënaqësi më e madhe në jetën tem s'kam pas. S'kam pas edhe sigurisht s'kam e pas. Çka i uron nipit tonë dhe këtij polici? Të mirë, jo vetëm nipit tem, por të gjithë policëve të Kosovës edhe ushtarëve të Kosovës. Po për juve zoj, sa u gëzuat kur e pat nipin e ju të dy? Shumë jam të gëzuar. Inshallah ka fat në jetë edhe djalë nipi jërnë edhe krejt. Mirë, shumë. Gjatë trajnimit nuk kemi pas shumë vërtësi, kemi pas përkrajen prej majorit dhe deri te instruktorat. Jemi mundu edhe na, është një ndjenje pa përshkrueshme, është der krenari edhe privilegj me shërby vendit tonë. Çka të ka shtyr ty për më u bë polici Kosovës? Historia e lavdëshme e popullit shqiptar. Kime ka shtu diçka me tonë për tonë? Për momentin jo, jam pak i emocionum, po besoj që kemi me punu gjithë për vendin tonë së bashku. Përshëndetje, jam zyrtar policor Gendrit Renica, domethënë më ka shtyr, po ka një shtyr shumë e madhe edhe familja, po ashtu edhe e kalumja e policisë Kosovës, domethënë tamam vujtjet që na kanë një popull i vujtën, për atë arsye domethënë kam mendu që më me shërby sa më shumë dhe më mirë domethënë policinë e Kosovës. Ndërsa sot veç kur edhe ke diplomuar si polici Kosovës, cila është ndjenja jote, çu e përshkruan këtë ndjenjë? Është një ndjenjë mjaft e madhe, mjaft e mirë, është e papërshkrueshme.